Autor Shefqet Krasniqi paraqet vëllimin komenti surës Furkan. Surja quhet Furkan sepse fillon me fjalën Furkan dhe se kjo fjalë është përmendur 3 herë në këtë sure, në fillim, në mes dhe në fund të saj. Sipas shumicës dërmuese të dietarëve, kjo sure është shpallur në Mekë, përpos ajeteve 68, 69 dhe 70, të cilat janë shpallur në Medinë. Gjithsej përbash 77 ajete. Është surja e 25 sipas renditjes në Mushaf, por sipas shpalljes është e 42-ta. Ajo është shpallur pas surës Yasin dhe para surës Fatir. E falenderojnë Allahun e madhëruar dhe bien salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që rrugën e tij kanë ndjekur. Ky libër është vazhdimi i serisë së gjatë të temave dhe ligjëratave të tefsirit, të cilin u ofrojmë lezuesve. Bëheni tuaj këtë libër duke e porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.